ti, ish burri motrës vete ka vrarë në bord shtëpis me errësirë. Kupton ti? Këtë errësirë? Po. Kupton? Dhe unë ja kam thënë trimërin një burr që bën një gjë të tillë. Ja. Kupton? S'ka asnjë trimni aty. Jo trim, nuk është trim. Jo. Kupton? Dhe vetëm në errësirë mund ta kapte. As frikacak nuk është. E kupton çfarë dua të them Sten? Vetëm në errësirë mund ta kapte. Pse e vrau? Po e vrau pra se duke hyrë, shipe se ka qenë historia. Ky ishte me motrën e tij, duke e marrë nga e tregoj më shumë kështu. Ky djaloshi jot ishte me motrën e tij, do të thosh. Po, motra e tij punonte në supermarket në Rroshen. Aha. Ishte mbaru për natë, ka qenë datë 25 shkurt. Aha. Dhe këto kthehen me makinë. Aha. Dhe kjo ishte kthy te shtëpia prindërve në Rroshen me 3 vajzat e saj. Kishte 3 vajza motra. Po, ka lënë 3 vajza. O, shkreta, o zot. Shive që ka ndodhur tani. Aha. Duke hyrë në bar, këta kanë një shtëpi private të prindrit, që ishte një shtëpi jo e ndriçuar, domethënë se janë tokat ku jeton këtë fisi i tyre, kupton? Janë kështu me fis aty. Dhe është një shtëpi ku për bilet 2-3 ditë para, ky më thotë Njuela do vendos kamrat. Sepse du me kontrollu krejt rreth e rrotull. Kuptoj që mos ndodh asnjë gjë. Se thotë e ka papak motrën time të shqetësuar, po nuk e dija çfarë kishte ndodhur. Mos ajo kishte kërcënuar prapë ish burri, se kishte 2 vite e gjysmë motra që ishte ndame. Pra ishte ndar nga ky njeriu dhe ky vazhdon edhe e përndiqte. Jo e përndiqte, nuk e dija, për një vit ka qenë burg. Pastaj ka pas një vit la restrizione mu afru asaj. Po. Fëmijët Se që na është vajza kaq të mirë dhe kaq të dashura. Unë mund të them për kunatën Bëjnë zgjedhje kaq të gabuara ndonjëherë pa dashje në jetën e tyre. Shiko, zgjedhja Dhe vjen dot gjithmonë njerëzën më të mirë edhe më të brisht që ka kjo botë. Po, ajo ka qenë me brisht shumë edhe shumë e mirë. E di, mu më do të